Mundi do aktiviteti radhës që organizoni sërish në qytetin tuaj, në qytetin e Shkodrës, si ndjeni, nesër janë 3 ndeshje madhështore në fakt, si ndjeni, është që po e organizoni vit pas viti një aktivitet të tillë. Ju e dini mirë se unë sa herë që të vinë njihem mirë në Shkodër, sa qyteti jem, sidomos edhe kur janë ta eventet bukura, po këtë radhë është edhe ma veçantë sa memoriali, që përkujtojmë gjithë boksierat më të mirë të Shqipënisë dhe na jepet mundësia të bëjmë edhe boksin profesionist. Një koincidencë e bukur në fakt që këtë herë nderohen edhe shumë figura, shumë emra të mëdhenj të boksit shkodran. Është një, nuk e di si ta shpjegoj, sepse kanë boksiera shumë të mirë, shumë të fortë. Do për i ty ne i kena arrit t'i njofim, do kanë ma përpara, por për këta të napin informacion ma shumë agja, sepse ka kanë brezi tyne, ne kena me të njime dhe jena mundu me njek rrugën e tyne. Mundi, i kënaqur që prej pak kohësh keni bërë president i vllaznisë, i kënaqur nga mbështetja, ndoshta edhe nga bashkëpunimi me Bashkinë Shkodër dhe faktorë të tjerë që ju kanë ardhur në mbështetje këtë periudhë. Jemi kënaqur shumë me vllaznin, me boksierat dhe me Shkodrën, me Bashkinë gjithashtu. Ne kemi një bashkëpunim shumë të mirë, duke pas dhe të djemë që janë të aftë për boksin. Ashtë i fije ma letë, kështu që s'kam asnjë problem asnjë. Nësoj përshmërit i keni maksimale si tek Alban Veçiri, si tek Senat Trini për të fituar një mësër? Alban Veçiri, si kur e thave kundërshtari, është një kundërshtar që nuk toleron, ka rezistencë fort, duhet kena kujdes. Na dina se Alban Veçiri është një boksier shumë i fort, shumë i mirë, po si e tha dhe zotnia, një herë do të hupsh. Ne duhet kemi kujdes. Senati gjithashtu ka një ndeshje shumë të fort. Aaron Schwartz ka boksuar në arena amerikane. Nuk ti e din Gjerman të vinë, nuk tolerojnë. Duhet kena kujdes. Senati ka pas servitje. Falenderojmë shumë edhe trajnerët, Lazarin Vilen, bashkë me Agjen dhe Macukun dhe tjerë, që na kanë ndaj krah gjatë tyne ditëve edhe për këtë ambient kaq të bukur që e kanë kriju. I falenderoj nga zemra dhe do të dalin një event shumë i bukur. Keni një thirrje për tifozët shkodran të jenë sa më shumë nesër në Pallatin e Sportit? I baj një thirrje të veçantë, sikur se ndeshjet që ndodhen në Munich para një muaji, që ishin shumë të forta, dhe unë i kam premtu që do t'i bi vetëm ndeshje të forta, dhe të hapuna, pa toleranca është zero. I falenderoj nga zemra dhe shpresoj që të vinë të na njekun dhe të shohim një boks shumë të bukur, e të fortë. Faleminderit.